nana e Zotit, nana e Hyr, që është nanë hyjnore, Virgja Maria. Atëherë, tu kanë zoja bekume, nana e Zotit, tu vazhdo me I folë kishë vetë, vazhdo me I folë edhe sot. Të banojmë devocionin e kisha bizantine, e të arbreshve tonë, se shpesh e trasim ortodoxe, po janë arbresh që janë me papëron, që janë kish katolike, po pa në ritin bizantin. Të banojmë sa ikona e sa art ka në lutjet për zojnë e bekume. Sa është banë me tratën, pikturën, skulpturën, sa autor të lanë dhe simfonit që janë për zojnë e bekume. E në gjitha këto, masane tim me logaritë kokrat e rozare, sa rozare thohet.